Ja vallai, këto po të kallëzej kisha qenë ginekologi. Se? Fëmija si të lindin. Me ne hop, ja luk. Big bre, vallai që na tempel që jo që je lirë. Po. Jo lirë shtu për vitri që liruan sanë, po shtu e lirë. Po më ne çushërren, a bëden i artiste ta, man artiste. Absolutisht. Nuk mon staf, a bëden është për ti e lirë. Edhe shtu buta kështa. Qysh? Edhe shtu kishti jasja. Hajde trusëm në dhe pak sa birë Mika. Hajde shkodin salon, hajde të këshyri këtë njëre se po ka gja farti pas ke boda. Apo donë me më këshyrë? Unë edhe këtu se kom problem. Je se respak të djallë se ka keri, e kështë për bjetë lega nëjsa. Big! A di që kur kemi qenë emisionin e saj, hej Bigu, pse se ke vazhdu emisionin vërtet ka qenë shumë i shikuar, një emision fantastik. Puna pse e ndërpreve emisionin i shkaku se unë u përngulla për në Turqi. Në periudhën ku shkove në Turqi. Edhe u ktheva pak as kisha një periudhë jetës time ku kisha nevojë të jap përkushtim jetës private vetes time se unë prej moshës 3 kom qenë nëpër televizione, nëpër mbrëmje me këngë, kështu që duheshta pak relaksohem edhe mendoj se hyna me një gjumë pak si të gjatë, edhe shoh se hey Big, çau të ndodh me ty, i është duk. Kështu që jam aktivizu sërish. A, do të fillosh? Po, do të filloj edhe me emisionin, kësmet me shtator, po njerë primare për mua është muzika edhe kënga me atë cilën e kam fillu. A di që e kemi shtri Mihrin me Bigun. Ka qenë emisioni me i shikun ka qenë. Edhe kena shtri Mihrin, kena fillu me gjvesh, me i pakujen operacionet plastike. A qaj ka thonë e dira ma kësoj? Po, qaj ka thonë? I ka thonë, mëre kum një për Big Mame, vesh pse ka ke Big. Po e vetë nga që e më rinë ato aty la. A i më tha mu me gjithëmen qenë ke Big. Po kur e pash edhe unë atë, thash, unë e Big po se po edhe ti, ko qa Big koke? Jo, ko qa Big po mbroket për shok to, na em. Ja të qërtu burin, të ka burin. A, të këmë thonë, për a i kom të i po. Big. Mirë, kjo është, a o ka tha një regjisor, sa bukur e ka thanë, KPG-u kur tha, kjo është e vetëmja Big këngëtare, edhe në dukje edhe në këngë që këndon këngë të lehta. Po. Shumë bukur e ka thanë. Po, është vërtet. Big. Haja. Qa pesision kështu? Unë mytu më këshyrë kënej, Marove. A pilak mona? Jep, që shtjem kon 72 të vetën e për A vetë je kon, a? E qka u botën e? I kalon shpi! Jo, pasha. Ja kanë sos! Jo. Ja kanë sos mija të ta po... Patulik me burë në roshën thera, po shpërtheva. Mirë, ato i pas kellon të shpia, se fëmija ti kanë... E këto ku i kellon? Ne, më shqiptarëve i fryrë mra, pa këtu fryrë e në hinë mrana. O qëre, është mirë me pas që të, gëmue, shi që të ti i kije. So në pisho plot, të në herë mëre, se për selfie një që në përbona lap. Selfie është i mirë, tash, a bëden që të lezat shumë. Tash se del e pash një selfie. Qita, që ko. Jo, selfie belfie. Selfie bëfije. Qysh? Selfie bëfije. Qiraj. A dojna me pyt bashkë Bigun këngë të reja, i ka bo shumë interesant, po Bigu me këngën e fundit ku keni përdorë dhe kalashe, pse i keni përdorë ato? Po, shif, asaj trupit tim edhe natyrës time i njante Gulino. Bravo, Metelina, që të Metelina. A beson se kërë kemi bë këngën, nëse këngën e ka realizu Besi atje në Shqipëri, krejt ka qenej organizator, edhe ma qonë tekstin e këngën, realitet njerë vetëm e ndigjova se në mirë shavesh. Unë e mirë shavesh me të mira. Tha shoki tekst o bes me të mira, me të mira. Me të majra me konë, majri shkon, po s'ke me të majra. Edhe më thot Besi me Temina, thash çao burr Temina. Temina edhe unë për herë pare mora vesh me Temina që nga me Xixa. A me Xixa? Me Xixa, me gurrës si ato. Me Temjana. Me Temjana, po me Temjana, me Temina. Uja, ja. Vëtaj. Gjibon vëtaj? Ku që me gjipa që të? Mos e të lëvejt. Valla bre kene një gjuhë interesant.
Shumë të mirë. Valla të mirë e kena. Dialekt, pjesë dialekti. Unë mendoj se dialekti më i bukur i Tetovarçës edhe më mirë ti shkon Ja, po. këngëve dialekti Tetovarçës. Tash nuk du të Ja, bëj vokaliste ama kur këndosh Te na shkon nga 3 minuta me të këty në 5. A ke po që ka na marrim nusën me kerre me... Me kërë me kije, me kërë me qëtë qomës. Me qëtë qamilës. me radhe marrim. Me rab. Unë e përshkoj, se Ku ki përshkon? garante dhe pyetje tjera. Këfti që tu se flekte lakta. Përshkoj, se kam ishin me puna, pse fëmija se ne. A po, a? Se a haleje të i mojtë, a? Pa. Bek, më mollë shtypit, Bë, shkrimit, më mollë shtypit, më bëve gële shkrimit. Hajde bik ma mashini për fmira. Hajde shkrimit për fmira. Interesante. Me gason? Me Gason, po, Gason do ta përshëndes edhe pse sot e këndova vetë pa Gason këngën, me Gason nuk jam njoft. Gaso është një djalë nga Gjilani i cili jeton në Zvicër, për momentin është në Zvicër, prandaj nuk është këtu. Ka dash të bën një këngë, e kemi një shok përbashkët, e thirr atë, du me Bigun bëj një këngë. Po, edhe vendosëm e bënëm këngën bashkë, e bëm videoklipin, e realizum. Pa ashtu unë do të faleminderojmë se edhe kam thënë disa herë dhe shumë herë do të them, prej atij bashkëpunimit mu më mushtu edhe një mik tjetër shtëpie. Gasoja është bë një pjesë e jetës time, është bë një pjesë, si them, familjes, një shok, cilën unë çdo ditë kam patjetër të raportoj se ç'a bëna, ç'a s'bëna, si kalon. Kështu që kam fitu një mik shumë besnik. Një mik. Një mik shumë besnik. Se këto gazeta ta përshkruan, ta Po, gjetën, ta qitën. Gazetat në fillim nuk e njihnin Gason e edhe bën një etiketë dhe me Big Mama shumë Valentinit e feston me atë. Pile mora thash demantoj, thash nuk e demantoj se do del kënga ta kuptojmë vetëm ose ç'është, është mirë më vërtet ajo. Bigu, ishte shumë bukur që të kishim sonte në spektaklin. U kry kaqa. Edhe na ke sjellë edhe këngë dhe ritëm edhe hare, Bigu poliperformante gjithherë. Po se do ta japim fjalën për këngë, përsëri do ta këndosh. Patjetër, me gjithë qef ka marrë këtu pse mos këndoj. Ishte kënaqësi që të kishim këtu. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. A e di që do skena shumë? Nuk e di. A e di që në këto vite skena s'ban pa ty? E di se unë ju du shumë, unë e di se skena më ka mungu shumë, kështu që nuk du të lamë asë një minutë të jem largë skenës. Goxhamoti na ke mungu, Po, na ke ardha. është e vërtet, kështu që do t'jem më shumë harova. Lafin. Mos e harroj, me datën 25 kemi çfarë? Po, atë desha ta përmendi, unë do të falenderoj që më ftove këtu edhe do ta bëj publike. Ju e di se kemi në shumë vëllezër këtu në Kosovë. Jem shumë krenare dhe jam shumë e lumtur për shkak se kam shumë kolegë si ti e shumë tjerë që kanë zemrën e madhe, janë zemër human, shpirt të mëdhej. Unë do t'i quaj shpirt zemër luan gjithë dhe juve, cilët as ma bët fjalën dy, janë mbledh deri tani 31 këngëtar prej Shqipërisë, prej Kosovës, ndoshta krejt nuk do të më kujtojnë, po janë Elita 5, Naimi, Miria, Aurela Gaçe, Fiolla Morina, Genta, Etno Engjujt, e shumë Ky tjerë. koncert mbahet? Ky koncert mbahet në Tetov me 25 maj. Do të performojnë gjithë 31 këngëtar për të mbledh gjithë ato parat e për t'ja dërgu gjithë familjeve në Kumanov, cilët i kanë humbë shtëpitë e veta. Ja, jashtëzakonshme. Bigu, e kemi ndjerë të gjithë gjendjen, situatën në Kumanov, sepse ishim ne aty brenda, ishim të gjithë. Kjo është një trup. Kjo është një trup, nëse diku dhem gishti, është njëso këtu dhem zemra. Nëse këtu dhem gishti, atje të kjo dhem zemra. E di se kam marrë një obligim shumë të madh, dhe diçka shumë e bukur, dhe në gjithë mediumet, gjithë televizionet, dhe ndërtohet një skenë shumë e madhe, kështu që ça mund dhuroj muzikën tonë, lumturinë tonë, mesazhin tonë për paqe, për liri, edhe për jetën e gjithë aty në Kumanovarve. Edhe njëherë do të bëj thirrje gjithë shqiptarëve edhe për në Kosovë, kush ka mundësi të vjen prej Gosivarit, Korçove, Shkupi, Tetove, të mblidhemi sa më shumë bileta, të shesim aq më shumë parë, të mbledhim aq më shumë lekë, mbledhim edhe gjithë aty në familjeve të kemi edhe ne një pjesë ndihmës. Zoti na ndihmon inshallah. Bigu, në krejt të ka shumë rëndësi, gatishmëria për humanitet, e mbi të gjitha, gatishmëria për t'i dalë në ndihmë dhe Zot njeriu tënd. Ty të faleminderit shumë për gjithë që ke bë. Na kena mendru ditën e xhirimit.
Se ne gjirojmë të haneve. Është e vërtet, është e Do të vërtet. gjirojmë të martën, vetëm e vetëm që t'jemi bashkë atje për këta aktivitet Edhe madh ti meritesh një duart trokitje të madhe. Bile Naimi kur e kom marrë telefon. Unë Naim të mbajt një koncert. Aty jemi u s'ke punë. Unë mundojmë t'ja shpjegoj se aty jemi u kry. Kështu që edhe një mesazh Kumanov. Jemi me ju duam, dhe më thonë jemi gjithë shpërndam ndoshta, ama kur duhet jemi bashkë, jemi gjithë bashkë për njëri tjetër. Jemi bashkë. E do t'jemi për jetë se do të mësohemi ta mbajmë njëri tjetrin, t'i dalim zot njëri tjetrit e me këtë edhe vetvetes, pije ujin e Alpeve të Kosovës të bëft mirë, sepse skena do t'jetë vazhdim për ty me tunde me shkund, se ishin përdor fjallet, tunde nalte, tunde poste. Big Mama, skena për ty.